Ndëruar me shtretërisë, vazhdojmë me pjesën e këtij emisioni për atë mësafirin në studio, ku për sot kam të ftuar një mësafire, Vlera Bokshi Okmata, psikologu, një herë edhe kolege këtu në televizion. Selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj që keni gjetë kohë të jeni pjesë e këtij emisioni për të diskutuar për një temë besoj të rëndësishme të kësaj kohe për familjen që ka shumë sfida, shumë probleme, madje besoj që ju si psikologe edhe njëkohësisht hoxhallarët janë dy kategori që keni shumë kontakte me njerëz dhe vazhdimisht kanë probleme me familje, pra me burrin, me gruan ose familjen në përgjithësi. I kam disa pyetje shumë të thjeshta ose shumë nëse mund të them të konvertuar me shqiptarski, por që këtu janë ankesat të qytetarëve, të njerëzve të cilët vazhdimisht nuk po njihen rahat. Për shembull, i ka të gjitha, ka shtëpi, ka banesë ose vetur ku dione, mirë po thotë nuk po njihen rahat dhe po lakmon tek një familje tjetër që i shef të gëzuar ose të buzëqeshur në obër ose në makinë, mirë po ajo sa ajo nuk është brenda familjes me ditë çka po ballafaqohet çaj familje. Çu komenton këtë problem të shumicës së familjeve shqiptare? Po. Naim, do më thonë që kjo ideja e materiales, me pas shtëpi, me pas kerr, me pas do më thonë aspektin material të plotësuar, një farforme sipas standardeve dhe kërkesave që shoqënia sot ja ka përcaktuar secilit individ, nuk është matës që na ndjehemi mirë, asnjëherë. Do më thonë nuk është matës që na ndjehemi mirë për faktin, çuç e tha edhe ti, që i ka krejt, por realisht prap nuk ndjehet mirë, se është lakmia për një familje tjetër që jenë më mirë, po duken prap mungon diçka. Prap po. E që kjo mungesë nuk është mungesë as e materiales, as nuk është realisht nuk është lakmi për familjen, se ajo edhe sikur të kishte në çat familje, ajo prap njëjtë ish ndjej. Po është ideja, domethënë që disa mungesa tona emocionale që i kemi pas qoftë në kohëra të mëhershme, qoftë pa përmbushjet tona emocionale, aktualisht neve na bëjnë me i ndjej çto mungesa që kanë herë lidhen edhe me materialen. Domethënë nuk ka të bëj komplet me çto. Na dim njerëz që i kanë të gjitha nashta edhe në raport me standardin që e përmenda më herët i kanë shumë më shumë se çaq, se e zakonshmja, po prap kanë probleme, kryesisht sot që janë problemet me ankthjen. I kam krejt mirat, po nuk jam mirë. Për çfarë arsye as vet nuk e di, as pa lakmi. Domethënë as nuk është lakmia, po janë disa gjëra që na i përjetojmë nashta më herët edhe si shoqni, jemi mësuar me i shtyp si përjetime. Edhe çto përjetimet e dhëmshme tona, të cilat na i shtypim, edhe mendojmë që i kemi të i kalu. Domethënë, më ka vdek një antar i familjes, ose e kam pas një aksident, ose çdo që ka ndodhur, na thojmë, okay, pe harroj ose po çona po bëj diçka, po bëj aktivitete, po bëj punë të shtëpisë, po punoj më shumë, edhe veç për me të i kalu. Por realisht na mendojmë që e kemi të i kalu, mendojmë që e kemi harru, po dhimbja edhe çaj përjetimi, trupi kur nuk e harron. Edhe mandej trupi fillon edhe mendimet. Fillojnë edhe reagojnë, dalin e pa në forma të tilla. Më thonë të pakënaqësive. Te kjo pjesa materiale është fakt që materializmi nuk bën të lumtur, e dinë gjithë ata që i kanë të gjitha. Por është një pjesë e madhe e kategorisë që lufton për marrë deri te çaj standard të jetës, për me menduar si pasisë së saj që ka më kanë rrafsh ose ka më kanë mirë. Por pastaj shef që gjithçka që është realizuar ëndrat e tij apo saj nuk po mjaftojnë që më kanë i lumtur me familje. Nuk e kemi na ka njëherë edhe gjatë punës përditshme me klienta e shoh që nëse dikush vjen në seanca permanent, edhe e ka arrit çat objektivin që ja ka përcaktuar vetes. E ka arrit. E shoh automatikisht që mas 2-3 seancave të arritjes së asaj del me një kërkesë tjetër ndaj vetes. Me një objektiv të ri. Pra zbohet rahat në formë. Jo. Njeriu nuk është ideja se çka rahatia duhet mu gjetë me çato që e kemi. Nuk është ideja sa qysh. Po na qysh. Tash me arrit që sot është më problem për shkak se transformimi digital është e bën, domethënë na vazhdimisht jemi në transformim. Nëse shikojmë në periudhën para luftës, ku nuk ka pas, domethënë as internet, nuk ka pas as rrjete sociale, nuk kemi qenë të informuar më shumë se për brenda Kosovës çfarë po bëhet. Domethënë kemi dëgjuar lajme çka po bëhet me vendin tonë.
secilin vend ka qenë thua përafërsisht kufizumi pa formë. Po, ndërsa sot informimi shumë të joni për domethënë me pas informata për kado, krejt vendet e botës, gjithë njerëzit, qofshin ata të afërm, qofshin të largët, kur na informohen për ta, atëherë automatikisht kjo është një lloj stimuli që njeriu me fillu dhe mu aktivizu disa mekanizma të tij të cilët kanë qenë të fjetur, po që pa çta stimuli nuk ishin aktivizu. Tash njeriu nuk ka kapacitet mendor, unë e shoh përditshmëri, sa shumë njerëzit janë të ngarkuar prej telefonit, prej Instagramit, prej TikTokut, prej informacioneve të shumta. Njeriu nuk është që mundet, nuk ka kapacitet me i përballu për një orë krejt ato informacione që ti ishe në për Reelsa, domethënë është e tepërt. Tash, a do të thotë na muj me thonë që okej, është që i kemi çto mundësi dhe na i shfrytëzojmë, por realisht çto mundësi me tentu me shfrytëzu çaq sa na kemi kapacitet. Domethënë jo me e stimulu ose me dal jashtë kapaciteteve tona, madje marrë të çto pakënaqësitë e ndryshme të cilat domethënë atakohen njerëzit në përditshmëri, sidomos të materiale, se realisht asnjëherë njeriu nuk e arrin çat stadin që e don për shembull me bu një shtëpi, e bën, prap ka me kërku diçka tjetër, ka me kërku dhe një shtëpi tjetër, se kam edhe një djalë, kam edhe një vajzë, domethënë gjithmonë kanë me shku kërkesat të rrit. Kështu që më e mira është me provu. Unë e di që nuk është e lehtë, se më thonë është shumë e thjeshtë. Me provu mu kënaq me çato që e kemi. E di që presioni social është jashtëzakonisht i madh. Presioni social është jashtëzakonisht i madh për shkak se janë do gjana sot që njerëz nëse e pyet vjen gruaja e pakënaqur me veten. E thot, unë nuk punoj, unë nuk kam arrit, s'kom kry studime, ose i kom lënë gjystë, ose x arsye, domethënë që është e pakënaqur me veten. Edhe tash automatikisht kjo pakënaqësi, edhe kur e pyet lej anash të gjithë faktorët e jashtëm. Lej anash prindërit, lej anash burrin, fëmijët, rrethin, kojshit, që na shtat të pyesim për ditë, a e kryve fakultetin ose a hinë në punë. Edhe këshyre ti mrena vetës, çka ti po ndjen, çka ti ki nevojë? Qa unë e kam nevojë, qështu qysh jam. Domethënë, ideja është që jo gjithmonë çto lakmit ose pakënaqësit lidhen me brendësinë tonë, po lidhen prej presioneve. Se nëse une mrena vetës teme jo me kënaqur, me qaq, me qëndru në shtëpi, me rrit fëmijë, domethënë mu kënaq me arritjet e fëmijëve, me peshqet e tyre në shkollë, atëherë me tentu me e zbeh ndikimin e të tjerëve, nëse për mu është që kjo, unë s'kom nevojë me mu ndiku prej tjerëve, se automatikisht ti nashta mundesh me i arrit që ato që është një ashtu i kërku prej teje. Po, që ajo po të bënë më unë dje keq, ti edhe nëse hinën që atru, ti prap je keq. Kështu që ma e mirë është nëse unë e kam ambicje, me mri, me bo diçka, vazhdo hec, më thonë veç këqyre çka ti ki nevojë, e jo çka shoshnia po kërkon prej teje. Pra, gjithë e dim që teknologjia që ka avancu shumë, në kohë që për në banë qas lumëtër për thjesht po varmin për saj. Dhe dim që nëse një telefon e mbyllin dhe lam anash dhe flasim me gru ose me burr, kena më kanë shumë atë lumëtër se sa këshim Reelsa në TikTok ose dikon. Po prapë, dhe më thonë, po vazhdojmë, po ndikumi për rrjetet sociale dhe tu po që është njerëzit janë të lumëtër, në fakt në lumëtërin mundë me pas ose kemi në familje. Kjo është, unë mendoj, sot shumë shqetësuese, po shpresoj shqetësuese për faktin që është diçka një transformim që u bo tash. Do të thonë, përveç gjeneratave të reja, të cilët lindin, edhe kur rriten, do të thonë ata janë të ambientun me çto, me pjesën e rrjeteve sociale, me ndikimin e tyre, ndërsa me moshat e rrituna, të cilët ju ka ra, do të thonë me jetu një jetë pa telefon, pa rrjete sociale, edhe automatikisht tash janë të ekspozuar ndaj krejt kësaj katrahure të mediave sociale, normalisht që ka me pas efektin e vet negativ. Po unë tu e pa shumë shqetësuese, po shpresoj që gjeneratat e radhës, të cilët lindin me telefon, në kuptimin që, domethënë prej momentit e dinë, e kanë rrjetet sociale në pjesë të tyre, e dinë që domethënë ekzistojnë, atëherë ata po shpresoj që kanë me arrit me i menaxhu më mirë, kanë me ditë me i përdor ose mos me i përdor. Domethënë ka me mbet në menaxhimin e individit. Ai me arrit që to në mënyrë që mos me pas krejt qëtë presion, se realisht kjo është presion. Na
një vdekje me ndodh, për shembull qoftë edhe në familje tona ndjejmë dhimbje, mërzi. Ndërsa sot e kemi mundësi në çdo vdekje në krejt vendet e botës na me ditë, me u dëgju, dhe nëse ka qenë person jo publik, komplet i panjohur, e shkelkerin rrugë, kamera në gjitha anë, domethënë janë informacioni i shpejt. Pse po mashtrohemi pas fotografive të bukura? Ku them fotografive pra të njerëzve të cilët e shohim duke buzëqesh, duke shëtit lart poshtë, por ne nuk dimë se çfarë shifet pas tyre. Po. Na po shpresoj që jemi të shku në qatë stadin që çto fotografitë e bukura kemi më arrit me i vlerësu si të pavlera. Më thonë që nuk e kanë ndaj kuptim mrena vetes. Më thonë, një fotografi e bukur nuk ka kuptim, absolutisht. Se na një buzëqeshje në fotografi mundemi me bo shumë lehtë. Shumë lehtë, se është çështje sekondash. Mirë po, kështu që po lakmia është se gjithmonë është çështja çush na jemi mrena nesh, çka neve mrena neve na mungon, ose çfarë mekanizma ton po aktivizohen. Më thonë, që tendenca që, që ata po kënaqen, unë jam tu i po, a realisht, ka njëherë e përdori, do me thonë, i nxiti njerëz me bu shkrime, se çka ti ki, edhe çka ti po lakmon, ose çka po shet e tjerë që ti nuk e ki. Edhe nëse i shikojmë listat, e disa gjonave që njerëz i kanë kontradikt me veten, se realisht ka njëherë nuk jemi të vetëdijshëm çka po na mungon, ose çka kemi, jo çka po na mungon, po çka realisht na kemi që nuk di me vlerësu. Kur shkruhen, e shohin automatikisht që lista vet është e gjatë, veç është ideja që na me arrit, mi perceptu edhe mi kuptu, edhe me di që hej, leje pak telefonin, leje fotografit, edhe hine këqyri fotografit në galerin tonë me telefonit. Ti, qysh momentet e tuja, se nuk është ideja qysh po doket, po çfarë ndjesie po ta jep. Sa njerëz sot, për shembull, ndodhe dhe në seancë, thojnë, kom postu fotografi, kom shumë fotografi të bukura, më ka ndodhë, po konë dita ma e zëmt, e ma e keqe jetës. Ati në shumë e dhimbshme me dëgju. Pra ka dollë falcën në foto. Po. Në shpe të regu tjeve që mundëm t'jem jo se e lumëtër. Po. Në me thonë është ideja që ti vish me ekspozu po personi kur e verbalizon vetë që ato që e përjeton në një ditë të tillë, do me thonë që është mundet me qenë një ndër ditë që shihet si ditë më të mirë atë jetës, edhe që ajo me qenë dita e ti bon fotografit super, të bukra, edhe realisht është dita ma e zëmët e jotja, do me thonë ti automatikisht, kur e këqyrë edhe thojke, kur e këqyri që atë fotografi ndjesi tepër të keqe mje. Kur i këqyri ato fotografi, mjep ndjesi shumë të keqe. Dhe me thonë, njep ndjesi të keqe se nuk është ideja e pamjes, po është ideja e ndjenjes që ta krijon. Dhe me thonë, se na mundemi me shku me një vend tepër të bukur, tepër të mirë, por realisht në vare shumë me kënë jemi. Me kënë jemi në qatë kohë, jemi tu e kalu, që shaj person, ose që ata persona po na bojnë mundje. Shpesh dëgjojmë ankesa, për shembull që më duket që çdo burr është më e mirë se sa burrim tek gratë, ose tek burrat duket se çdo grua tjetër është më e mirë se sa gruaja ime. Në kuptimin jo në pamje, por në kuptimin e respektit e sjelljes, ku e di çka. Pse lakmojmë tek tjerët që një burr tjetër mund të qenë më i bukur ose më i mirë se sa burri i asaj? Se nuk e njohim. Sa e njohim burrin ton. Çto është ideja? Do me thonë, njerëz me një njeriu që jeton me një bashkëshort ose bashkëshorte 24 orë, është normale. Do me thonë, prej momenti që i hap sytë dhe deri në mbrëmje sa i mbyll sytë është me to. Okej, ato angazhimet e ditës munden me i distancu, ajo dihet, po do me thonë, e njeh shumë mirë si individ, si karakter. Edhe një person që ti nuk e njeh, mundesh, do me thonë, vish me ja pa disa sjellje në momentet të caktuara, ti automatikisht është vlerësim i gabueshëm. Tash, mundet me qenë real, po ti edhe për burrin që nuk e ke njoft, ti e ke marrë se e ke dasht, me që ato cilësitë e mira, do me thonë që ti ja ke pa, se tu e pa që nuk është i mirë ti se ke marrë që ashtu, po e ke marrë për që ato të mira që i ka pas. Së mundesh me marrë pa dasht. Po. Edhe tash automatikisht e njëjta është edhe me një person tjetër. Se nuk e nje, edhe mendon që ai na shtapin ndihmon në punë të shtëpisë, që është gratë, do me thonë e kanë atë nevojen, ose ja bën ndonjëherë bukën, ja këqyr fëmijët, e tjerë. Mandej edhe te burrat, besoj edhe konsideroj që ekziston e njëjta gjithmonë ideja që gruaja tjetër është më azoja, gruaja tjetër është, do me thonë, më e mirë, por realisht nuk kemi matja më e mirë e njerëzve është mrena për mrena familjes. Po kur bëhet kjo matja,
me qenë të vetëdijshëm që qatë burrin e asoj shoqës ose gruna ati shokut unë nuk e njoh mjaftueshëm. Do të thonë nuk e njoh qaq, nëse një ditë e ka përgatit ushqimin ose nëse një ditë gruaja ja ka kryer një punë burri që ai zakonisht e bën, nuk është njësi matëse që është njeri më i mirë ose më i përshtatshëm. Tash këtë rast, nëse ata duhen, pse duhet me pas si gjykimi që si probleme, me qenë se ata janë dashur, janë martuar, janë fejuar kështu me radhë. Pra dashuria s'pimbulon çdo dilema? Po, tash më varet domethënë çka llogari, çka shohim si dashuri, edhe më varet çysh e kemi vlerësuar çat dashnin që e kemi pas ndaj çatij personi. Domethënë se për dikon është me hyn martesë, edhe çaty me fillu diçka mund gjallë, që është shumë normale. Po mundemi me pas njerëz që të presin atë dashurinë në shikim të parë, që ajo realisht është kryesisht pasion edhe nuk është diçka afatgjate. A ekziston dashuria në shikim të parë? Po, konsideroj që ekziston gjithsesi, përderisa dy njerëz në shikim të parë munden me pas një afërsi shumë të madhe, munden me ndje shumë për njëri tjetrin, në shumë ajo ka diçka, se energjia në mes njerëzve ekziston. Domethënë se është ekziston, por sa vazhdon, është diçka tjetër. Se mandej kur vjen të njoftu ma shumë, tu i pas sjelljet në momentet të caktune, të problemeve, momentet gëzimeve, momentet hidrimeve, edhe që aty dalin pa, që na ata burrat ose gratë e tjerëve nuk i shohim që ato momente. Kemi një prej problemeve të familjeve, të familjes, përmërej familjes së kohës moderne është të gjithë jemi pjesë e kësaj problemi, pra i shohim shumë pak fëmijët. Me qenë se mund të jenë paraditë në shkollë, pastaj me një kurs dhe pastaj vinë dhe mbyllen në dhomën e tij apo të saj, dhe thjesht komunikimi jonë do të thotë është shumë i pakët me fëmijët dhe fëmijë prindër. Por pastaj ku të ki komunikim të pakët, padyshim që nuk është dashnia, afërsia që rreme dika më shumë se sa që bërim këtë kohë. Apo ja japim mundësinë vetë ne si prindër fëmijëve që mund privatizuar, nëse mund të thonë, shkon në shkollë, pastaj në kurs, dhe ne mund ta shohim me fëmijë vetëm gjatë drekës ose darkës. Në këtë rast darkës, një 10 minutash dhe pastaj nuk e shohim sepse mbyllet në dhomë. Edhe pastaj nuk kemi as ndjenjë çka flet, çka bën, çka shkruan, edhe na mungon thjesht. Kjo është problem sot, edhe realisht kur po folet ç'kjo që fëmijët po mbyllen dhomë, jo kur po folet, po kur po e përjetojmë në përditshmëri, se na jemi të gjithë pjesë e këtij realiteti, edhe ka njëherë po më krijohet përshtypja që nashta me qenë të gjithë në një dhomë të madhe, kishë qenë më e shëndetshme për shëndetin tonë mendor, për faktin që të paktën kishim qenë në vëzhgim, edhe fëmijët e kishin ndje, edhe ata njëri tjetrin po dhe prindin më shumë. Për shkak se në qatë formë përveç komunikimit edhe ajo ndjesia apo hub. Kështu që kjo është një çështje që prindi duhet me tentu, ajo është që e kanalizon. Por kur e kanalizon është ideja me kanalizu prej momenteve të para të jetës. Se nëse fëmia i bën 12 vjet, 13 vjet edhe, domethënë vazhdohet e njëjti avaz edhe prej anës prindërve, domethënë cilët qëndrojnë me telefona, edhe fëmia stimulohet me qëndru në telefon për faktin që veç me e nal, mos me bo, domethënë lëvizjet mëdha në shtëpi, atëherë vetë jemi tu e ushqyq ato. Kështu që prap se prap, gjithsesi, shumë më e mirë është një shtëpi pak ma pa rregullune, ma pa sistemune në aspektin fizik. Nëse për shembull ç'kjo gotë nuk duhet më konë çtu, duhet me qenë diku tjetër, s'ka problem, le të jetë në rrugë, vetëm ndjesia brenda anëtarëve të familjes të jetë në nivel. Për ndryshe, sa i përket kësaj pjese, se cili prind duhet me lënë mos mu egzageru, se kur egzagerohet është shumë problem mandej me u trajtu. Po, me i paraprit gjithmonë është më. Veç ky kontakt i pakt, po i bie që prindi s'ka fuqi ndaj fëmijës, ndaj vajzës, ndaj djalës, por nuk ka në atë kuptimin për shtet për me pas ndikim sepse shumë ka pak kontakt me ta. Po, e vërtet. Po, ky kontakt i pakt e bën me ul autoriteti edhe mandej automatikisht prindi mos me u pasi një figurë e cila tregon diçka. Nuk është ideja që tash prindi me qenë ai autoriteti suprem ku unë e thom edhe ti veç vepron, se në ushtri aty nuk jemi, po prap se prap, domethënë me tentu me majt një farë ideja gjithmonë është një farë balanci. As mos me qenë autoritar që fëmia mu friksu me tregu, se madje fëmia kur më shef, edhe që ato bisedat që i bën telefon prap ka me na më shef,
po as mos me ra në nivelin e shokut, apo të mikut. Fëmijë nuk e kemi shok, as mik. Na jemi prindi, do më thonë me tentu me majt një farë niveli. Kjo shumë varet edhe prej strukturës karakterit prinderve. Na kemi pa që gjithmonë në qift, njoni janë ai polici, një farë forme, e tjetri është prindi pak ma tolerant. Po këta dy koordinohen, do më thonë edhe se ky koordinimi në edukimin e fëmijëve është edhe koordinim që ndodh mes çiftit. Gjithmonë njoni është pak ma mbizotrus, tjetri është pak ma i qetë që bindet, okay, gjithmonë do më thonë e pyet. Njoni e pyet tjetrin. E tash i njëjti sistem integrohet edhe te fëmijët. Është çështje karakteresh, po me tentu mu balancu, me dal prej vetes, prindi kërkush nuk mundet. Nëse je tip jo autoritar, nëse je tip shumë i butë, shumë emocional, është shumë problem me integru gjana të reja, po me tentu, ose nëse je tip shumë i vrazhd, e ki natyrën pak më të vrazhd, do të thonë që ki dëshirë gjanat me i majt kontroll, edhe dën, çka të thonë du të mu bo këtu. Kur tjerët nuk dëgjojnë, mandej lind konflikti. Edhe lindin konflikti edhe mrena që ati individi cili është të kërku me pas atë rolin e policit që qatë thëmën e këtu mu bo. Po, se cili me tentu me e majt atë balancin. Unë dhe gruja, ose unë dhe burri rrim vesh në telefon. Përveç mungesës gjatë orave punës, shkon në shtëpi, mundush me darku bashkë edhe pastaj në telefon. Një për problemeve që të dy çiftet kanë ankesa po njëri tjetrin se nuk po komunikojmë, nuk po flet me mua, edhe pra i mungojmë njëri tjetrit duke qenë afër, edhe duke shikuar të tjerën se çka flasin, çka bëhen për rrjetet sociale. A din qysh Naim, njerëz kur vinë në seanca, krejt mendojnë që domethënë duhet me bë diçka shumë të madhe për mu bë mirë, për mu ndje mirë, për mu rregullu raportin qift. Por realisht janë gjëra tepër të vogla, të cilat na dërgojnë të përmirësimi raporteve tona. Telefoni sot është problem, domethënë gjithmonë shumë serioz, edhe në raportin e qift. Sepse kur qëndrojmë telefona, atëherë automatikisht nuk komunikimi po zbehet, po kur zbehet komunikimi, zbehet edhe ndjesia në mes qiftit. Edhe sot njerëz për shembull ka ndodhur rast kur e kemi bërë si lloj detyrë shtëpie, kemi thonë, "Ok, leje telefonin diku në shtëpi ku ti nuk e sheh, edhe leje për 2 orë, edhe bëne si test edhe shikoje qysh po rrjedh, domethënë dita jote." Edhe besom që ka pas ndryshime shumë të mëdha qoftë edhe në raport me veten e vet individi, po edhe në raportin qift. Se do të thotë aty vrehet çfarë efekti ka telefoni tek jo vetëm të ne individualisht, po edhe të raportin qift. Domethënë mandej automatikisht kam dëshirë që njerëz me kuptu që na mu kon mirë vet individualisht, po edhe me pas raporte të mira, qoftë me bashkëshortësi, qoftë me tjerë, nuk është ideja që ku me di çka duhet me bo. Po në qëtë rastin që u përmend telefoni, veç e me një anon pak telefonin, unë e kam një ide, domethënë që e japi vazhdimisht, shtinë në dollap, nëse nuk mundesh, bëne një zile, maje 2 orë, jashtë funksionit. Kur bën zilja, shkon e merr, ja bën vetes s'ka me maj 30 minuta. Mi kryq ato telefonata, me kryq ato përgjigje, shtin e prapë në dollap, bën e zilen. Se edhin, domethënë që as nuk ki shkëputje komplete kur ti non stop rrin në stres, se sot na e dim që nuk mundesh as me funksionu se jeta bëhet aty. Po, domethënë na i kemi kontaktet me familjarët. Mandej që sot me të thirr dikush 30 minuta mos më përgjigj, është problem se fillojnë edhe bol marak, thonë çka u bë, që su përgjigje, e kështu që në 2 orësh, çdo 2 orë mu shkëput, mu rikthyme, ose në grupe të punës që dush më përgjigj. Gjithsesi ose në grupe të punës kur ti kërkon titull në urgjencë. Do thëtë, dikur kemi pas familje të varfëna, po ka pas më pak probleme në jetën bashkëtorë, ndonë se kanë qenë tjetër sistem jetës, apo kupton, pra nuk është që ka pas aq pushtet gruaja, femra me marrë vendim për munda, ose dhe burri ka qenë pak diçka më e lidhur që ka pas probleme më të mëdha pastaj. Kurse sot i kemi pra gjitha dhe nuk po jemi dyqysh prapë po lakmojmë me bëu diçka tjetër që tha edhe në fillim. Në këtë rast, pra është telefoni për arsyeve, mirë po nëse e shohim një burrë dhe një grup janë gjatë punës, thrasin telefon me minuta ose orë të tëra. Të dy janë që u shkojnë shtëpi flasin. Apo i bie që në telefon po njihen më rahat, më të lumtur dhe ku janë fizikisht nuk flasin. Po. Ose me dal njëri në dhomë dhe me kontaktu përmes telefonit. Po dhe me bo si cikën, që mu rregullu raportin, ashta ishte rregullu. Pra kjo bie varësia për teknologjisë ka bërë vetë. Po. Ç'ka kështu e thonë? Domethënë është varësia. Ideja që telefoni duhet më konë pjesë që ati komunikimi gjithsesi.
po prapë po them, duhet me punu me egon ton. Me punu me egon nuk është punë e lehtë. Do të thonë se ti nuk mundesh se nuk janë ndjesitë tona, nevojat tona ashtu të pavetdijshme, nuk janë me u lëviz, qysh na të kemi qef, është shumë problem, është punë shumë e madhe me punu me veten. Po prapë se prapë më e mira është telefoni me u menjanu edhe çifti me i vendos, me mu ul edhe me vendos, do të thonë rregulla një farë forme. Se tash nuk na ka mbet tjetër, veç gjithçka me bo me rregull, me shkrim, si protokoll gjithë kohë kemi milion telefonat edhe na veç kemi me qëndru bashk, kemi me pi një kafe bashk, a në shtëpi, a kemi me dalë. Qysh do, veç me qenë bashk. Me thonë mu shiku në sy, me komuniku, mos me lonë, do me thonë që të pjesën që me folë në telefon. Nuk ka sens se po dalim jashtë qasoj, mandej automatikisht të generatat e reja. Edhe në është ideja se qysh ka me vazhdu tutje. Nëse nesër mas nesër ata kanë me qenë, do të thonë, qift në raporte bashkëshortore, çfarë ndjesi kanë me pas brenda çatij raporti, ose çka ka mi përmbush ata. Mandej ka me qenë shumë problem njerëz mu përmbush, sepse ka qatë shumë qarkullim, qatë shumë varësi prej teknologjisë, rrjeteve sociale, sot ti për me ndje, do të thonë, kërkon shumë punë edhe kohë. Përderisa ma herët njerëz, do të thonë, kanë pas ndjesi. Tash gjithçka është komplet e përzine, do të thonë është shumë problem, sot edhe mi përshkru ka njëherë ndjesit. Çfarë të bëjmë që ta shohim një familje më të rahatshme? S'po themi më të pasur, sepse realisht kjo standard të jetës nuk po ndikon që më thonë më rahat, më mirë. Çfarë të bëjmë në këtë rast si musliman shqiptar, që me rahatu familje, mos më lamë më kthyn në familjet e Evropës që i shohim sot, pra momente që më 17 vjetë ndahat del në banesën e vetë, pasaj edhe problemet tjera që ka Evropa që në faformi ka rapi shman, që i ka bërë të ligje, por ma nuk mund të më këtym rapa. Ne jemi largë, besoj të paktën, por rruga dashët pa dashë për në përcjellë dhe tek ato shtetet cilat i kemi për rreth. Po në përcjellë se që ato jemi të e po, para qasoj po ekspozohemi. Edhe, po qka unë e kisha sugjeru që mendoj që është ma e mira është që ajo pjesa e orarit. Do më thonë familja me ditë që krejt kemi milion telefonat prej orës 7 dhe në ora prej 6 dhe 10, qysh do që caktohet? Me caktu, me majtë takim familjar, se ta do më thonë edhe familja është një lloj institucioni, ku duhet me ditë se cili qka ka bo, qysh po funksionon, për shkak se jeta është qash dinamike dhe për fëmijët sot, do më thonë është dinamike për shkak ti përmend të kurset, sot fëmijët janë ma të angazhun, nuk e kanë vesh një shkollë, edhe kështu që me bo një orar që familja me qenë pak ma kompakte, me qenë rjedha që ka bëhet me njëni tjetrin, mos me qenë, do më thonë, gjithmonë të distancun, se është edhe shumë, jo vetëm, jo respekt, po është edhe një shkëputje për ndjesive, kur prindi flet edhe fëmija rrin telefon, se është normale me qëndru në telefon, nëse e ka telefonin dorë, se i shkruan shoqja shoku dhe dëshiron mja këty përgjigjen, kështu që një kohë, kur familja i ka telefonat off dhe fokusohet vetëm të njëni tjetri, ose të paktën funksionojnë brenda familjes, nuk është ideja që gjithmonë mu ull edhe me majtë mbledhje familjare, sa e mbledhje mundet me zgjat 30 minuta, një orë, raportimi se cilit. Po me funksionu, do me thonë, të paktën që atë kohë pa telefona. Edhe besom që se cili ka me ndje atë energjinë ndryshe që ka me qenë, mrena për mrena. Si komentohet kur një nanë ose një babë e shet qikën e vetë ose djallën e vetë në TikTok, për shembull, që është i përhapur shumë tek shqiptarët, që bam gjeste të pahishme, dele zhveshur në forma ndryshme dhe ndoshta nuk njihet krenare me ta, por edhe njëkohësisht hesht, një falloja provimi. A më thonë që ke për shkak mungesës së kontaktit që ajo shkon në dhomën e saj, bën video ndryshme, edhe ndikohet prej atyre të famshmeve të TikTokut dhe thjesht nana po këshyr të tjerë të komentojnë qikën e saj apo ti, apo djalin, por ajo thjesht nashta se aprovon, por një faforme heshtja e ti apo saj po bie që është aprovim. Po, realisht. Se punimi në faforme krenar për budallakinat e fëmijëve ta. A di qysh prindërit edhe ti tha, okej, nashta ka raste kur ndjehen krenar, por realisht prindi shumë shpesh mund të mos me qeni pajtimit me një veprim të tillë, por realisht është ideja e këtij fluksi të madh të rrjeteve sociale që na ka super ngarku edhe mandej
ndërhyrja e prindërve duhet gjithsesi me qenë. Nëse shohim që fëmia po eskalon në rrjete sociale, mirë po gjithmonë me respekt ndaj figurës fëmis, ndaj karakterit fëmis. Po heshtja nuk konsideroj që domethënë është krenari. Heshtja është se s'po kam çka me bo shkurt, nuk po di çka me bo. Se tash ti, telefoni nëse ma herët një vajzë ose një djalë prindi nuk e kalon me dalë, ai e ka di çoç aty, e ka po fizikisht. Sot ti mundesh mi thonë diçka mos bën, po telefonin e ka vazhdimisht. Domethënë ajo mund të mbanjë me hy. Është domethënë është shumë zor e menaxhueshme për anës së prindërve. Kështu që çka ja vlen me bo është me bisedu sa ma shumë me fëmijët, po nuk është ideja fëmis mi majt ligjërata. Ligjëratat kërkujt nuk i kryjnë punë, i kryjnë interaksioni i përditshëm. Domethënë çdo ditë çfarë interaksioni kemi me to. Se nuk është vetëm një ligjërat 10 minutë që ulna dhe i them mos hen TikTok, mos e bën këto, mos e bën ato, se ajo është domethënë një përqindje shumë e vogël e ndikimit. Po është ai interaksioni i përditshëm, që ajo afërsia e përditshme, që ajo ideja që na me ble botën e fëmis, me kuptu botën e fëmis, çka është i mungu se një fëmijë që hen TikTok edhe ka nevojë për vëmendje, atij është i mungu vëmendja. Po i mungon vëmendja vendit ku duhet, edhe ka nevojë mu ekspozu diku për me marrë ato, se ka të nevojshme dhe nuk po i plotësohet. Domethënë, nuk po du me i fajsu prindërit, se na prindër jemi edhe vet, po prap identifikimi i nevojave të fëmis ka shumë rëndësi, sepse ekspozimi sot, nevoja për famë që po bëhet shumë, është krejt mungesë e vëmendjes që na e kemi të nevojshme. Dikush ka nevojë ma shumë për vëmendje. Njerëz dallojnë shumë, dikush nuk ka qef kur mu dok. Domethënë mundet me pas ku me ditë sa arritja ai kur nuk del as në rrjete sociale, as në televizione. Është pa dokshëm. Po. Kështu që është interaksioni joni i përditshëm shumë ma i rëndësishëm se sa një ligjërat 10 minutëshe me fëmin. Të Vlera, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Faleminderit shumë juve nai. Të nderuar miq, takohemi nesër dhe atëherë me mbeç.